Pavarësisht se një ditë më parë në komunat e Veriut kaloi pa tensione dhe konform kushtetutës kalimi i pushtetit tek kandidatët e listës serbe që fituan zgjedhjet lokale, është shprehur droj se nga ta mund të priten veprime që cenojnë rendin kushtetues. Ish-ministri e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha për Kosova Press se institucionet do të reagojnë nëse ndërmerren veprime të këtilla. Nuk do ta kenë të lehtë sikurse kanë pasur në të kaluarën. Ata janë të obliguar që të njohin Republikën e Kosovës dhe të mbajnë simbolet e Republikës së Kosovës në objektet që u imponon edhe i detyron edhe ligji. Prandaj natyrisht që do të ketë veprime në përputhje me ligjin sa herë që shohim që ka tendenca për ta shkelur legjislacionin fuqi. Natyrisht këtu presim edhe mbështetje nga partnerët tonë. Haxhiu ka insistuar se lista serbe ka mbetur e njëjtë, pavarësisht se i është ndryshuar udhëheqja pas sulmit terrorist në Banjsk, përgjegjësinë për të cilin e mori Milan Radojčić, i cili atkohë ishte nënkryetari i këtij subjekti politik që ka mbështetjen e Serbisë. Prandaj theksoi se ndërkombëtarët duhet ta mirëkuptojnë vetvendosjen që është kundër certifikimit të kësaj partie për të marrë pjesë në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ata e din shumë mirë që kryetari formal i listës serbe është kryeterroristi Milan Radojčić, i cili nuk po dorëzohet nga Serbia në Republikën e Kosovës. Rrjedhimisht ai dirigjohet, lista serbe dirigjohet nga Radojčić edhe nga Vučići. Në këtë drejtim, ju dini që lista serbe asnjëherë nuk është distancuar nga sulmi terrorist. Në mbledhjen e 2 dhjetorit, KQZ-ja nuk e certifikoi listën serbe, me që krahas votës kundër që dhanë 2 anëtarë të vetvendosjes, abstenuan 7 anëtarë të tjerë. Vendimi nxiti reagime të mëdha ndërkombëtare. E të premten PZAP-ja e urdhëroi KQZ-n ta konfirmojë certifikimin, pasi konsideroi se vendimi është në kundërshtim me kushtetutën dhe me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme.